unë nuk pash një veprim konkret për shembull të mjeteve policore, qoftë edhe përdorimi i dronëve në tentativë për të kapur kryesit e veprës. Unë kujtoj që është mirë që ne të i bashkëpunojmë me institucionet dhe nikosisht mos t'i kritikojmë gjithmonë, por nikosisht nëse ne do të shprehim pakënaqësitë tona edhe me punën e prokurisë apo edhe kolegëve të në këtë rast të Muhametit, besoj që do t'i kontribuojmë gjithmonë sigurisë dhe jo të kundërshtës. Për emrin je i sigurt që e ke dhënë sot? Apo ka dyshim? Jo, emrin e kam dhënë në nivel spekulimeve që i kam dëgjuar nga qytetarët të cilët e kanë përmendur dhe një pjesë e ka qenë kazë. Madje me një familjar të ndjerit kem komunikuar. Nëse keni komunikuar, ka mundur edhe prokuroria t'ju komunikojë? Jam shumë i sigurt që të njëjtën informacion e kanë dëgjuar edhe policia, sepse u përmend në deklaratën e kryeprokurorit që janë intervistuar shumë qytetarë. Madje un kam komunikuar me një familjar. Që emrin që e keni përmendur është ftuar në polici? Nuk kam njohuri, madje jam munduar që të sigurohem sot, sidomos pas deklaratës që e kanë bërë publike në Klan Kosova, të di nëse ta identifikoj vendin e ngjarjes, sepse është një emër mbi emër, nuk ka dhëna tjera të personit fjalë dhe ka shumë emra dhe mbi emra të ngjajshëm në rajonin fjalë. Jam munduar që të sigurohem nëse i njëjti është në shtëpinë e tij, por në bazë të atyre informacione që kemi siguruar nuk kemi arritur që të sigurohemi për adresën e saktë personit. Ti e ke thënë vetëm emrin Berisha, ke thënë edhe Tutje. Edhe Tutje, vetëm emri Berisha, që nuk e kem përmendur emrin e tij dhe besoj që edhe uroj që i njëjti emër të ketë kaluar tek autoritetet, sepse është një diskutim që është bërë në qytetin e Kaçanikut. Përtopi,